Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në Elevate. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se kjo bisedë sponsorizohet nga Lajthiza. Sot kam ftuar një bukuroshe shumë të veçantë, fituesen e vetme ndërkombëtare shqiptare të Miss Earth 2023. Sot kam Drita Zirin prezente. Përshëndetje Drita. Kënaqësi shumë që jemi bashkë këtu, që jemi takuar edhe më duhet ta ndaj me publikun që me Dritën jam takuar ose e kam parë, do thosha më shumë, si spektatore, ndërkohë që ajo drejtonte Miss Globe 2025 para një muaji. Dhe më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme, elokuenca e saj dhe aftësia e saj për të komunikuar në anglisht dhe për të prezantuar anglisht në mënyrë perfekte. Shpesh herë kemi të bëjmë me fitueset konkurseve të bukurisë, edhe pse jo të këtij niveli, megjithatë Drita prezantimin duket se ka pikë të fortë të saj. Shumë kënaqësi për mua të dëgjoj këtë fjalë nga ju, edhe vlerësoj shumë që jam me ju këtu sot. Drita, ti je një vajzë e re, 20 vjeçare, për të futur shikuesit pak më shumë në kontekst. E megjithatë qëndrimi yt më duket prej një vajze të pjekur. Ke qenë gjithmonë e tillë? Nuk është se jam rritur para kohe, e kam shijuar shumë fëmijërinë time, po gjithmonë kam qenë e vëmendshme dhe kam qenë e disiplinuar, sidomos kur bëhet fjala për punë apo për vende ku unë do t'rregoja veten time, karakterin tim dhe aftësitë e mia. Dhe ndoshta kjo më ka bërë të dukem pak më e matur tek njerëzit, sepse i marr punën seriozisht dhe mundohem të jap më të mirën time. Absolutisht. E ke parë veten si fituese të konkurseve të bukurisë kur ishe më e vogël? Jo, nuk e kam parë sepse nuk kisha futur në botën e konkurseve të bukurisë. Sigurisht që e vogël dëgjon për Miss Shqipërinë, dëgjon nga vajzat e tjera, dëgjon nga gjyshja, dëgjon nga mami, nga të gjithë do të dëgjosh një herë. Edhe për mua një situatë e tillë ishte, edhe mami edhe gjyshja ime ishin ato që më shtyn më shumë që ta provoja dhe kur u bëra pjesë nuk ishte ideja e fitores, sesa ishte ideja që ta shijoja dhe të merrja më të mirën. Një vajzë gjatë, e bukur, që gjithsesi ti ishe ekspozuar ndaj botës së modës, sepse je përfshirë shumë e re me sete fotografike, madje ke shkuar dhe në Turqi, kur ishe fare në adoleshencën e hershme. Si e kujton atë kohë dhe si nisi rrugtimi i modës? Ishte e natyrshme sepse i kishe këto atribute fizike? Ndoshta pak nga të dyja. Babi ishte ai që më shtyu që të provoja diçka të re dhe kur jam e vogël ose kur jemi të rinj kemi shumë mundësi dhe kemi kohë. Kemi mundësinë që të provojmë gjëra, mos na ecin dhe përsëri të provojmë diçka të re dhe kjo është e rëndësishme që unë e mora si hap që ta provoja, e shijova shumë. Më pëlqente shumë të isha para kamerave, mendoj që aty ishte piknisja e parë që se me skenën isha e familiarizuar nga baleti. Dhe edhe me kamerën deri diku, po jo aq shumë sa ç'ishte kur fillova modelingun. Turqia ishte një gjë e re, sepse shikoj një etik pune të re, që më bëri shumë përshtypje, ishin shumë të rregullt, shumë strikt në rregullat e tyre. Në çfarë moshe e fillove ti këtë rrugtimin e modelingut? Herë e parë, në mos gaboj, që unë kam udhëtuar në Turqi, ka qenë 16 vjeçe. Okay. 15 për të bërë 16 dhe 16 vjeçe, pastaj e fundit ishte kur isha 17 vjeçe. Okay. Kjo ishte pasi unë fitova Miss Shqipërinë dhe më pas u vendosa ose më saktë përkushtova më shumë kësaj ane dhe nuk e lash pas dorë, po më pëlqente ajo që po bëja, nuk është se kisha ndonjë pendes që nuk po e bëja përsëri. Pra ti u gjende në Turqi 3 muaj vetëm. E shijova. Si e përballova atë kohë? E shijova. Unë jam njeri që përshtatem, i kam qejf gjëra të reja të provoj, të kem eksperienca të reja, përshtatem me njerëzit, me traditat, me kulturat. E flisja edhe pak gjuhën. Besoj që gjithë këtu në Shqipëri, ndoshta mos nga telenovelat ose nga e kemi afër nga udhëtimet e kemi dëgjuar në një moment, dhe për mua një gjë e tillë ishte. Kisha njerëz afër aty nga vajza që ishin bashkë me mua, që ishin shumë të mira, që luan, vajza shumë të mira, më ndihmuan edhe me anglishten nga një anë. U familiarizova, më pëlqente, shijoja, Stambolli më duket një qytet shumë i bukur, po të kesh kohën që ta vizitosh mirë, sidomos me një vendas, realisht ka hapësira shumë të bukura që unë po të shkoj përsëri do i vizitoj nga fillimi se më pëlqen edhe e shijoj.
Drita ti vjen nga fushkroja, i rritur nga 2 prindër, babai yt është arbitër futbolli dhe mamaja jote është mësuese filloreje. Në një familje të madhe, me gjyshin apo jo, dhe me vllajën dhe motrën. Pra një familje e madhe, familja duket se ty të ka dhënë gjithë dashurinë dhe mbështetjen dhe madje të ka nxitur për këtë rrugë, kështu që është kënaqësi që të kesh këtë suport nga njerëzit e dashur, por pastaj arrite shumë mirë që të përshtatesh edhe në një vend të huaj edhe vetëm. A ishe përgatitur ti që do kishe pastaj një rrugëtim më ndryshe jete apo thjesht i le gjërat të rrjedhin? Unë gjithmonë kam pasur ëndra shumë të mëdha. Ke pasur? Gjithmonë. Ndoshta edhe të paarritshme dukeshin ose gjëra që ne thjesht i ëndrojmë sepse kemi mundësinë t'i ëndrojmë, po ndoshta jo t'i arrijmë. Unë asnjëherë nuk e kam kufizuar veten për të dëshiruar gjëra që duken të paarritshme dhe mendoj që kjo është një nga arsyet që unë gjithmonë kam qenë shumë i jepja vetes shumë forcë dhe e ngushëlloja veten dhe ndoshta kur gjërat nuk ecnin ashtu siç doja unë, sepse do dali një gjë më e mirë mbrapa. Gjithmonë këtë i kam thënë vetes, edhe babi dhe mami gjithmonë kështu më kanë shtyrë që çfarëdo që të ndodhi, vetëm në gjën më të keqe, një gjë e mirë do dali. Dhe unë me këtë kam ecur, mendoj që më ka ndihmuar shumë që mos t'i vë vetes barriera në fusha të ndryshme. Kam provuar gjithçka që kam pasur mundësi të provoja. E kjo është shumë e bukur në fakt, por përplasja jote me skenën ka qenë edhe më përpara, ti ke bërë shkollën e baletit. Si ka qenë të vazhdo shkollën e baletit? Në një moshë të vogël, e duket sikur balerinat vazhdimisht kanë një agent shumë të ngjeshur, shumë strikte. Unë kam parasysh atë filmin Black Swan, nuk di se sa e vërtet është ajo, por stërvitja ishte pjesë e jotja e përditshme e rëndësishme. Absolutisht, shumë. Shkolla e baletit, baleti si art është i vështirë, është strikt, kërkon shumë disiplinë. Mendoj që është diçka që mua personalisht unë i ja shoh benefitet. Nga ana disiplinës. Realisht, ndoshta kjo është dhe një nga arsyet e tjera që unë duke më e matur apo më e përgatitur, sepse jam mësuar që në moshë të vogël të kem respekt për punën, të kem disiplinë edhe të jap më të mirën time pavarësisht se si është përfundimi. Normalisht, unë personalisht e vlerësoj shumë për këtë arsye. Ka qenë shumë i vështirë, ka qenë shumë stresues, nuk doja këshilloja të gjithëve, sidomos atyre njerëzve që e futen thjesht për idenë e hobit. Hobi më mirë do ishte në një palestër, after school, po shkolla e baletit është diçka që ti përkushtohesh edhe është me riskje të veta, sepse nëse ti je në një moshë madhore që tashmë e ke profesion dhe të ndodh një dëmtim, siç më ndodhi mua, po mua më ndodhi e vogël, është shumë vështirë që të gjesh rrugën se si ta përballosh edhe se si të gjesh diçka tjetër për veten tënde. Ishe ti me idenë që do bëhesh balerin kur u futa? Po. Me të thënë të drejtën, isha me idenë që do ishte karriera ime, e kisha shumë pasion, unë akoma e adhuroj baletin edhe artin, atë që përfaqëson si duket në skenë, por duke ditur edhe prapa skenat e baletit, ka disa hapësira nga i filmi Black Swan, edhe disa gjëra të tilla pasqyrohen tek baleti, unë me atë ide isha, pasi nuk munda ta bëja më, normalisht që vazhdova të bëja pak më atje, se sa ja vlente dhe sa... Çfarë dëmtimi pata? Unë pata një dëmtim me dorën, në fillim më thanë që thjesht kisha nxjerr bryllin nga vendi, pastaj doli që dhe e kisha thyer, ishte një situatë e ndërlikuar, mu desh të bëja 2 ndërhyrje dhe këto normalisht mua më dhanë nuk bëja dot balet, dhe nëse bëja nuk isha në fuqinë time ose perfeksionin tim më të lartë, sepse nuk mundesha, jo se nuk doja, dhe zysha ime ka pas thënë që një ditë ta lësh baletin, të lë 10 ditë. Dhe është shumë e vërtet, nëse nuk praktikosh çdo ditë, nuk mundesh të japësh dot më të mirën tënde. Dhe kjo është ajo që mua më bëri që mos të vazhdoja me baletin dhe të vazhdoja të mendoja për diçka tjetër për veten time. Dhe gjithashtu, kur bën shkollë baleti, ti ke një shkollë specifike, pra është në funksion të baletit dhe lëndët e tjera pastaj
janë ato Normale, esencialet, lëndët më të nevojshme. Kështu që ti nuk mund të ndryshoje shkollën mbas këtij aksidenti që pate me dorë. Kjo ndodhi në klasën e 9. Gjatë klasës 9, unë akoma kisha, ne të gjithë mendonim që do kaloj dhe gjatë gjimnazit do e marr prap veten, me pak fjalë. Në vit të parë mu desh të bëja ndërhyrjen e dytë dhe në fund të vitit të parë nuk e kuptova ose e kuptuam edhe unë dhe familja ime që unë nuk është se do të vazhdoja me baletin, pra nuk do ishte ajo rruga ime e së ardhmes ose karriera ime, por ishte vonë për ta ndryshuar për shumë arsye. Një ndër arsyet është kjo që fokusimi më i madh në gjimnaz është tek lëndët artistike. Dhe e dyta është që unë të gjithë jetën time shoqërore kisha ndërtuar aty. Duke qenë se jetoja në fushuj, në kohën më të madhe e kaloja në shkollë dhe e gjithë jeta ime rrotullohej aty dhe për mua personalisht do ishte një ndryshim shumë i madh që të humbisja edhe baletin, po edhe atë jetën që unë kisha, gjithçka për një kohë aq të shkurtër. Prandaj ishte mendimi më i denj edhe më i mirë për mua personalisht që të vazhdoja të shkollën me aq mundësi sa kisha të merja ato që mua më interesonin, që më vlenin edhe për më vonë. Çfarë more ti? Atë respektin për punën. Ndoshta kur kam qenë më vogël nuk e kuptoja, më dukej shumë e rrept, më dukej e panevojshme, po kur rritesh e kupton edhe më shumë unë edhe tani. Ndoshta nuk do doja ta bëja përsëri si shkollë, por ja di benefitet edhe jam mirënjohëse për këtë gjë. Kjo ishte ajo që kuptova dhe që vazhdova ta merja edhe pasi unë nuk performoja dot në mënyrën më të mirë të mundshme. Po pastaj kisha dhe hapësirën që të merresha me gjëra të tjera që më sollën këtu. Dhe në fakt ti e pe që nuk funksionoi me baletin dhe u përfshiva në një rrugtim tjetër. Është bukur në fakt do thosha, sidomos me këtë brezin tënd të 20 vjeçare dhe ku ke edhe prindrit që i ke krah dhe të japi një shtys drejt të shkuarit edhe drejt kësaj bote. Një pjesë e prindërve janë konservator, nuk duan që vajzat të bien shumë të sy, por ama rasti yt ka qenë që ata të kanë mbështetur dhe të kanë dhënë krah për të patur ti një trampolin për të ardhmen, besoj apo jo. Të dy prindrit të mi që shumë e vogël si unë, si vllai dhe motra, na kanë lënë hapësirën që ne të bëjmë zgjedhjet tona. Gjithmonë duke na këshilluar, gjithmonë duke na treguar se cila do të jetë rruga më e mirë për ne, po gjithmonë na e kanë dhënë hapësirën që ne të shprehim dëshirat tona, t'i ndjekim, dhe nëse nuk ecin kanë qenë të parët që na kanë udhëzuar për diçka tjetër dhe na kanë dhënë neve të gjitha mundësitë për të vazhduar për të ndjekur atë që ne donim. Ti u përfshive dhe Miss Shqipëria. Si të duk pjesëmarrja në një konkurs bukurie? Është ashtu siç duket nëpër filma ku vajzat vërtet duhet sakrifikojnë shumë për të arritur atë titullin, apo është çmimi i paracaktuar ashtu siç ka ndodhur dhe dim që ka ndodhur edhe në raste tjera, sidomos në Shqipëri? Absolutisht, prandaj them që edhe publiku kur gjykon nuk i vë faj se kanë pasur disa gjëra që i kanë parë dhe i kanë bërë pjesë tani të mendimit që kanë për miset. Miss Shqipëria, të paktën për mua personalisht dhe për sa kohë kam që jam pjesë e tyre më shumë se sa thjesht konkurrente, por dhe e stafit dhe prezantimit, nuk ka qenë e tillë. Dhe unë e them me plot gojë se kam qenë vetë dhe them nga ana ime personale, unë nuk hyra për ta fituar, sepse doja, për mua Miss Shqipëria ishte një... Po për çfarë hyre? Ishte, sa po kisha lënë baletin, isha ngarkuar, nuk dija se çfarë do bëja, nuk dija se cila do ishte rruga ime, isha akoma, po mendoja, dhe doja të bëja diçka të bukur, që edhe të kaloja kohën, edhe të kënaqesha, edhe të prikja skenën përsëri, se ishte diçka që mua më kishte ngelur pak në mendje dhe doja që të isha në skenë përsëri dhe mënyra më e mirë për mua ishte Miss Shqipëria pasi isha marrë dhe me modelingon. Ishte surprizuese për ty kur ti fitove? Shumë surprizuese edhe kur fitova, po dhe gjithë rruga pas fitores, shumë surprizuese. Duke qenë se gjysha më kishte thënë gjithmonë, bashkë me mamin që provoje, ishte momenti i duhur për mua për ta provuar, e kam shijuar pafund. Normalisht dash më të mirën time me ato që dija unë, se nuk është se kisha idenë se si duhet veproja për të fituar kurorën e Miss Shqipëria, po me çfarë dija unë, me çfarë mendoja unë që ishte e duhura për të bërë,
ja arrita. Është interesant në fakt. Futesh për këtë garë të rëndësishme dhe nuk jemi atë idenë që do fitoj. Megjithatë ti je shumë e bukur edhe besoj që edhe natyralisht ka ndihmuar. Tani e shpresoja normalisht gjatë gjithë kohës isha me idenë që po ta fitoj, kur ta fitoj, ndoshta e fitoj, i ja jepja vetes këto shpresa dhe këto mendime dhe kisha dëshirë, por nuk kufizova veten time në kënaqësinë duke e shijuar të gjithë ato aventura që ne bëm gjatë turit, duke u stresuar për faktin që do ta fitoj apo jo. Po vajzat e tjera, me çfarë synimi ishin? Si shikonin ty? Kishe vajza që ishin aty për të fituar kurorën, kishe vajza që ishin për ta shijuar. Ndoshta unë kam këtë lloj karakteri që për sa kohë unë kisha shkuar për ta shijuar dhe kisha atë shoqërinë që e dija që po e shijonin me mua edhe po ja kalonim shumë bukur bashk, nuk është se e vija re shumë apo vrisja mendjen se çfarë po mendonin apo se si po silleshin. Faktikisht neve si grup kemi qenë shumë me respekt ndaj njëra tjetrës. Dhe nëse, sepse është e pamundur që me 25 vajza, 26 vajza në një konkurs bukurie të kesh një marrëdhënie të mrekullueshme, por gjithmonë mban atë respektin, në fund të ditës jeni në të njëjtin vend, po qëndroni, po hani, po flini në të njëjtin vend, edhe respekti minimalist duhet për çdo njeri. Dhe ne këtë e kishim krijuar me njëra tjetrën dhe kam përshtypjen që kjo ishte ajo gjëja që i ndalonte konfliktet apo ndonjë lloj sjellje të pakëndshme kundrejt njëra tjetrës. Nga Miss Shqipëria, ti përfaqësove Shqipërinë në Miss Globe. Miss Globe është hapi i radhës për çdo që fiton Miss Shqipërinë dhe aty nuk fitove. Aty ti dole Shoqëruesja e dytë. Shoqëruesja e dytë. Dhe ka qenë një përjetim jo i mirë Jolti. Ka qenë unë u mërzita, po, e vërtet është. Po, jam natyrë ambicioze, nuk është se e fshe, nuk është diçka që mund ta fshe. Pra tu hap oreksi në një farë mënyrë. Po, absolutisht që po, pasi fitova Miss Shqipërinë edhe u lajmërova ose në atë finale na thanë që fituesja do të përfaqësoj Shqipërinë edhe Miss Globe. Unë vazhdoa direkt, bëja kërkimet e mia, të shihja Miss Globin ndër vite, prototipin e fitueses që ndoshta si event bukurie kërkon, duke qenë se isha e vogël, doja të dija se si mund përmirësoja veten time, sepse në The Miss Globe dhe në çdo event bukurie vinë shtete që përgatiten për shumë kohë që të fitojnë kurorën. Dhe unë edhe kur e mendoj tani nuk e kisha idenë me çfarë po përballesha, po me timen po mundohesha dhe për këtë jam e kënaqur me veten. Dhe prandaj u mërzita se mendova që i kisha dhënë më të mirën time, por tani absolutisht që e kuptoj që ku mund kisha vepruar më mirë, isha dhe e vogël, kisha shumë hapësirë për mirësimi. Dhe tani kam, po me çfarë mendoja atëherë. Por që u mërzita dhe kam përshtypjen se sikur të ndodhte sot, përsëri do mërzitesha se nëse se fitoj diçka, e marr me sportivitet, po në fillim mërzitem, edhe pastaj e kaloj. Tani drita, edhe unë kam përjetimin tim të përfaqësuarit Shqipërisë në konkurset të mëdha bukurie. Unë kam marrë pjesë tek Miss World në 2012. Dhe aty edhe unë me atë dëshirën që unë do bëj më të mirën time dhe siç po thosh ti që gjithmonë më shumë gjen dikush hapësirë për t'u përmirësuar, por në fakt sa ndikon kjo? Për ty ka ndikuar për mirë, sepse ti je zgjedhur shoqëruesja e dytë dhe më pas u zgjodhe Miss Earth ku ne do kalojmë, por ka plot raste ku ka dhe vajza shumë bukura dhe ti thjesht nuk përzgjedhesh. Apo jo? Po, është shumë e vërtet dhe kemi parë, vazhdojmë ta shohim. Kam përshtypjen që ndonjëherë është edhe fati. Nuk mund të jetë gjithçka vetëm në dorën tënde. Mendoj unë, ndonjëherë është edhe se si gjërat vinë për ty, rrethanat edhe gjithçka tjetër. Unë nuk fitova Miss Globin, po nga Miss Globi mora shumë ekspozim në eventet e bukurisë në fansa që e ndjekin edhe i suportojnë të gjitha vajzat nga çdo vend i botës që marrin. Fansa përgjithsisht? Nga Filipinet, më të shumtët nga Azia, Filipinë, Tajland, Vietnam janë vende që nga çdo, unë nuk mendova që në Vietnam do njihnin Shqipërinë, po që kishte njerëz që njihnin, kishin marrë flamur, nuk e di se nga
ku i kishin marrë, po me flamuj, me lule për Shqipërinë, më bëri shumë përshtypje dhe prandaj them që Miss Globi më ndihmoi që të ekspozohesha në këtë rrjedh që të gjithë eventet e bukurisë ndjekin. Prandaj kjo ishte një pikë. Pastaj me prezantimin dhe me gjithçka tjetër, unë mendoj që për mua gjërat erdhën në mënyrën më të mirë të mundshme, duke më dhënë mua mundësinë më të mirë që unë të fitoja Miss Earth. Tani futemi tek Miss Earth. Miss Earth ka qenë eksperjenca më e veçantë besoj për ty dhe për një përfaqësuese nga Shqipëria. Ti fiton një titull të rëndësishëm ndërkombëtar. Edhe pse nuk besoj, e kisha menduar që mund ta fitoje apo e kisha marrë më me sportivitet këtë herë? Nuk e kisha menduar, absolutisht jo. Nuk e mendoj, kur mendoj, them mos ndoshta thellë brenda vetes e dija që do e fitoja, po nuk, por jo, realisht nuk e kisha menduar për shumë arsye. Një ndër to arsye është ajo që ju përmendët pak më parë që ti shkon në një event bukurie me mendimin që me shumë mundësi e kanë zgjedhur, po unë do të marr eksperiencën. Dhe rasti im pak a shumë i tillë ishte, pavarësisht se unë brenda meje e kisha thënë që çfarëdo që të ndodhi unë do jap më të mirën time dhe do mundohem për të fituar kurorën. Po, po të flet për më të mirën tënde. Çfarë do me thënë të përgatitesh për një konkurs tillë bukurie? Çfarë ke bërë ti për të përgatitur? Në konkurset të kësaj madhësie si Miss Earth, Miss Globi dhe të gjitha të tjerat, përveç se ti duhet të jesh një personazh që bie në sy, me personalitet të lezetshëm që njerëzit e ndjekin, kanë dëshirë ta dëgjojnë, se është një nga pjesët më të rëndësishme që njerëzit kanë dëshirë të dëgjojnë, është edhe organizata, një pikë shumë e fortë, mbështetja dhe mënyra se si organizata ty të përgatit dhe se si lëbon për ty në event, në vendin ku mbahet eventi. Dhe kur po flasim për organizatën, nga Shqipëria, Deli Arti. Video që ne kemi bërë, 7 video, shumë të lodhshme, por shumë të bukura, mënyra se si janë kuruar, mënyra se si ne përcollëm bukurinë e Shqipërisë, natyrën, traditën, kulturën shqiptare, u vlerësua edhe nga jashtë. Ishte gjithmonë videot e Miss Earth Albanias, videot e mia dhe të Miss Shqipërisë ishin ndër top 5 më të votuarat, më të pëlqyerat. Dhe që këtu vazhdoj që të dëgjohej pak më shumë Shqipëria dhe njerëzit të ishin më kureshtar që kush është kjo vajza që do të vi që ka sjell video kaq të bukura. Më pas tek fotot, tek kostumi nacional, që dolën pak përtej asaj që kostumi nacional shqiptar ka dhe morëm detaje dhe simbole të flamurit që t'i nxirrim në skenën ndërkombëtare. Dhe më pas tek veshjet e përditshme, mënyra se si unë dilja çdo ditë. Ndoshta ne kishim pushim, po unë rria poshtë që t'isha në sy të njerëzve, t'isha në sy të kamerave, të atyre që bënin intervistat, dhe të gjitha këto pak nga pak kam përshtypjen që i japin atë shkëlqimin e saj gjës. Plus që për mendimin tim kur je përballë shteteve të forta si Filipine, Tajlanda apo Amerika Latine, që gjithmonë përfliten edhe gjithmonë janë të preferuarat për të fituar kurorën, kur del një shtet i vogël që ka vëmendje, gjithmonë është deri diku njerëzit janë më kureshtar për të. Sepse është diçka e re, është diçka që nuk e shohin çdo vit. Dhe kjo ka qenë një pikë që mua më ka shërbyer. Plus që unë përpara se të shkoja tek Miss Earth prezantova dhe Miss Globe. Dhe statusi si prezantuese të jep pak më shumë ekspozim dhe njerëzit të presin me një tjetër sy, sepse je prezantuese do të thotë që di të flasësh, sepse tek Miss Earth një ndër pikat më të rëndësishme që ato nuk bëjnë negocim për asgjë kur bie fjala tek fituesja është të flasësh. Janë dy në skenë, ne kemi 2 pjesë që kemi pyetje dhe përgjigje dhe aty merren vendimet finalizuese të natës. Edhe kjo ka qenë, mendoj. Çfarë përfaqëson Miss Earth? Ka lidhje me të promovuarit të natyrës, të tokës, pra ka të bëjë me emrin që është fiks aty te emri që ka, Beauty for a Cause, që do të thotë fituesja e Miss Earthit apo top 4 që Miss Earthit janë ambasadore të natyrës. Në merrem me shumë seminar, konferenca, mbjellim pemë, të gjitha këto që ndoshta duken të parëndësishme kur i përmend, po përgjatë një viti janë shumë punë dhe kjo është e gjitha për të ngritur dhe për t'i vënë njerëzit në vëmendje që duhet jenë më të ndërgjegjshëm
përgjegjshëm ndaj hapave dhe zgjedhjeve që bëjnë kur flasim për ambientin. Ne këtë mund ta shohim edhe me ngrohjen globale dhe me të gjithë këtë që bota po përjeton tani. Dhe kjo është ajo që Miss Earthi ka bërë dhe që e bën dhe të veçantë Miss Earthin si event bukurie. Gjithmonë e ka pasur këtë kauz, gjithmonë me këtë është marrë. Njihet edhe nga United Nations që e bën përsëri jep rëndësi dhe ne me këtë merremi. Pra, është një promovim edhe i tokës. Promovim i tokës, natyrës dhe si ne ta ruajmë. Dhe ki çfarë mendimi ke për natyrën? Edhe a përfaqësojnë konkurrentët e Miss Earth edhe të qenit natyrale? Apo s'ka të bëj? Mendoj që thellë ka të bëj, por ka ndryshuar shumë ajo të quajturit natyrale. Me çfarë kam vënë re, jo vetëm në Miss Earth, por në çdo event bukurie, nuk mund t'i vësh dot një shteti disa pika që duhet apo s'duhet të jetë natyrale përfaqësuesja që ju sillni, sepse në fund të ditës është një standard nacional që un kam për shtetin tim dhe do të vi tek Miss Earthi apo diku tjetër që të konkurroj. Njerëzit dhe eventet e bukurisë janë pajtuar me faktin që tashmë bëhen ndërhyrje estetike. Jo vetëm bëhen shumë. Bëhen shumë edhe është kthyer në diçka që nuk ke të drejtë apo nuk mund të thuash nëse është e drejtë që të marrë pjesë në një event bukurie apo nuk është e drejtë. Për sa kohë vetë evenimenti i bukurisë e pranon dhe është dakord me atë gjë, do të thotë që nuk përbën problem. Për mua, kur fitova, ka qenë një gjë që është përfolur shumë fakti që unë isha natyrale dhe më bënte përshtypje se nëse do fitonte një gotë që ka bërë ndërhyrje, nuk është se ishte diçka që do përmendej. Ka qenë pikë diskutimi kjo edhe tek fansat? Ka qenë pikë diskutimi sepse unë jam fituesja e parë 18 vjeçare e Miss Earthit. Dhe kjo ishte një gjë që atyre i bëri përshtypje që 18 vjeçe është e vogël, nuk ka prekur asgjë, është bukuri natyrale. Por përsëri dhe po ta fitonte një gotë që nuk do ishte natyrale, nuk është se do flitej keq në atë aspekt që ka bërë ndërhyrje apo jo. Prandaj them që tani është normalizuar aq shumë sa që nuk është më asnjë temë diskutimi kur bëhet fjalë për fitueset nëse janë të bëra apo jo, është diçka që është normalizuar. Kuptoj. Të doja të kthehesh edhe një herë tek përgatitjet. Po flisje për fotot, për videot, për faktin që organizatat kanë mbështetur dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe më vjen mirë që Shqipëria apo jep rëndësi kësaj, sepse një vajzë vetëm sigurisht që përfaqëson vendin ka nevojë për suport. Ka nevojë. Dhe ka nevojë dhe patëm një rast të fundit që lexova në media që një shqiptare ishte tërhequr nga kompeticion ndërkombëtar sepse nuk ishte patur suportin e organizatës. Kështu që kjo ka shumë të bëjë. Pastaj edhe me veshjet që ti sjell, të gjitha sendet që ti duhet të kesh gjatë kompeticionit që jeni për një muaj, kohë gjatë. Në një vend të huaj, kështu që duhet të kesh një lloj mbështetje. Duhet të kesh, dhe nëse nuk ke dhe je vetë shumë e përgatitur, kur je në një kompeticion është shumë e rëndësishme dhe aspekti emocional. Si e përjeton. Dhe kur shkon atje dhe sheh vajza që janë me skuadra, ose të paktën ka një njeri ku mund t'i drejtohen për çdo lloj shqetësimi që ato kanë. Dhe ti je vetme, normalisht që këtu vazhdon ai self-sabotage, dhe më thënë ti ja fut vetës në mendje që unë nuk kam mbështetjen e dur, kështu që nuk kam si ta fitoj. Miss Shqipëria dhe me vajzat që dërgohen tani në Miss International, Miss Earth, Miss Supranational, të gjitha vajzat bëjnë përgatitje të tilla. Ulen, flasin, çfarë shqetësimesh kanë, çfarë shqetësimesh nuk kanë. Gjithmonë një përfaqësues i organizatës është atje disa ditë para natës finale. Është e rëndësishme një mbështetje e tillë për vetë faktin që dhe vetë ty si pjesëmarrëse të jep një lloj rëndësie. Edhe kjo duket edhe në sken. Dhe në sken kur del ndjen atë sigurinë që është dikush këtu që do të merr edhe nëse ka ndonjë problem. Me kë shkove ti tek Miss Earth? Ti ke qenë në unë isha në Vietnam. Dhe Frankie Bozo erdhi në gjysmë finalen e Miss Earthit.
duke qenë se Miserti Domethënë ka qenë më vonë. Ka qenë më vonë nga se çunise ti. ditët e para është gjithmonë kemi foto, jemi në përmbledhje, nuk kemi aktivitete, po dhe tjerë gjatë gjithë kohës me skuadrën tënde, nuk është mirë se më pas dukesh shumë e varur nga dikush. Duhet jesh edhe e zonja vetes. Ti ishe e pavarur, ishe e zonja vetes? Po. Ti ditë bësh make-upin tënd, flokët e tua, besoj kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. E kisha Megi Faruku ka bërë make-upin tim njeriu më i shpeshtë edhe ka bërë dhe kur unë fitova Miss Shqipërinë, e merja me telefon ose i dërgoja foto që dëgjoj si mund ta rregulloj, si mund të vi më mirë. Nuk jam më e mira në atë fushë, por unë mundoja, jepja më të mirën time edhe kisha dhe Megin si mbështetje që më ndihmonte. Përsa i përket linjave tua, ti ke qenë natyralisht elegante apo të zhdashur gjithashtu edhe një dietë rigoroze përpara spektaklit? Kam përshtypjen që baleti më ka ndihmuar që të jem gjithmonë elegante, pasi e lash baletin, e kuptova që ishte aktiviteti fizik ai që më mbante më në formë. Dietat nuk i mbaj dot, nuk mundem dot të pajtohem me idenë e dietave, unë e dashuroj ushqimin. Çfarë hap? Faktikisht me perimet nuk jam shumë mirë, por çfarë do lloj gjëre tjetër, unë jam çokolladat normalisht, ushqimin shqiptar pëlqen. Nuk ha shumë shëndetshëm, por nuk pëlqej që t'i them vetes time jo për gjërat se do shëndoshem apo se më duhet të mbaj dietë apo për gjërat të tilla. Jo, nuk kujdesem në këtë. Mundohem nëse e shoh që ndoshta po shtoj ndonjë kilo ose nuk ndihem rehat me veten time, se ajo është më e rëndësishme që unë të ndihem në rregull me veten time, ndoshta të minimizoj sasinë, por jo që të heq diçka komplet nga dieta ime. Merresh me aktivitet fizik? Po, merrem palestër, merrem rregullisht. Çdo ditë? Çdo ditë. Është diçka, nëse kam mundësi çdo ditë, është diçka që ma kërkon trupi, e kërkoj edhe unë vetë, nga që jam mësuar me 6 orë aktivitet fizik që në moshën 10 vjeçare, 2 muajt e parë mbasi mbaroj shkolla baletit, nuk dija çfarë të bëja me veten time, se më dukej vetja kot që nuk po bëja një aktivitet, nuk po merresha me diçka, se isha mësuar gjithmonë duke bërë diçka, dhe prandaj nisa palestrën dhe më ndihmon shumë që edhe të heq energji tek qyja dhe të bëj diçka për veten, për trupin tim, më ndihmon edhe nga ana emocionale. Ja, shumë mirë. Sigurisht që të marrit pjesë në evente ndërkombëtare e kanë ndryshuar edhe rrugtimin tënd të gjërave, kanë hapur dyert të reja, mundësi të reja. Ti ke prezantuar evente ndërkombëtare, Miss Globe këtu në Shqipëri, por edhe në Filipina, edhe evente të tjera ndërkombëtare, dhe i ke menaxhuar në një mënyrë perfekte. Kjo ka qenë natyralisht, ka ardhur natyrshëm, apo ti ke punuar për të prezantuar në mënyrë kaq me vetbesim edhe kaq pa emocion duket? Ka qenë prezantimi im i parë, ka qenë festivali videoklipit shqiptar, dhe në anglisht? Jo, ka qenë në shqip. Jo, se mua më bënte përshtypje fakti që në anglisht ke prezantuar kaq mirë. Po, kam përshtypjen që aty ishte ai leksioni i parë dhe më i rëndësishëm që mora. Alda Bida është ulur me mua, edhe ka punuar. Po, përgëzime Aldës. Faleminderit. Studente shumë të mirë. Edhe më ka ndihmuar që unë të ndihesha konfidente dhe me tekstin, me skenarin që kisha. Të mësoja si ta bëja skenarin timin, mos të dilja nga vetja ime thjesht për të bërë diçka më shumë. Kjo ka qenë ajo që mua më ka dhënë siguri dhe qetësi në skenë. Dhe unë jam shumë e qetë kur jam në skenë. Para se të vazhdoj shfaqja, jam e stresuar, jam nervoze, do ngatroj këtë, do them këtë gabim, por në momentin që ngjitem në skenë, i kam thënë vetes time që tani po e bën, po bëhet, do ndodhi çfarë do ndodhi, shijoje. Unë kam shumë të rëndësishme që ta shijoj atë që bën dhe prezantimin e shijoj shumë. Dhe kjo gjë më jep atë qetësinë që pa problem, doja dalë dhe nëse ngatrohem, do ta kaloj në një mënyrë apo në një tjetër. Kjo ka qenë ajo gjëja që më ka dhënë dhe më ka ndihmuar. Normalisht prezantimin e parë në anglisht ka qenë The Miss Globe dhe kam qenë me Ermal Peçin, edhe ai ka qenë shumë suportues.
Më ka ndihmuar shumë në skenë dhe duke qenë aq ndihmuese edhe në prova gjenerale më ka bërë mua që në ditën e finales të ndihesha aq qetë se e dija që do më suportonte në rast se unë do çdoja në ndonjë moment. A je e natyrshme dhe vetvetja në skenë apo mundohesh ke një model përpara që ti e ndjek, nga i cili frymëzohesh, që ke parë dhe shkon drejt atij modeli? Nuk kam një model për të vetmen arsye që unë nuk e kisha menduar që do isha pjesë e prezantimit. Okay. Dhe nuk kam ndjekur dhe thoja që unë dua të bëhem prezantuese. Kam pasur qef skenën, kam pasur qef kamerat, po asnjëherë nuk e kam pasur të qartë që çfarë do jetë ajo gjëja që unë do të bëj. Në skenë jam vetvetja sepse e shijoj, edhe nuk mund ta shijoj dot nëse nuk jam unë ajo që po flet edhe që po tregon emocionet që kanë vajzat apo çfarë do lloj emocioni që të ketë shfaqja dhe eventi vet. Mundohem që të jem sakt, mundohem që t'i përmbahem pikave më të kryesore të asaj që mua më jepet, po edhe lexoj dhomën. Kur i them mundohem të ndjek atë energjinë e ambientit, se si ndoshta duhet më shpejt, ndoshta duhet të ndaloj pak, do ta marr më qetë. Këto janë gjëra që ndodhin në momentin, nuk kam asnjë shpjegim të qartë për atë që ndodh në momentin që unë jam në skenë. Thjesht e di që duhet të dal sa më mirë, duhet t'jap më të mirën time edhe ta shijoj. Është një mendim i përgjithshëm i publikut që vajzat që janë në skenë, prezantojnë, moderojnë, që të futesh dhe t'jesh pjesë e kësaj bote, duhet kesh një suport, duhet kesh njerëz të njohur, duhet kesh miq që ty të sigurojnë një vend apo një tjetër. A ka qenë ky rasti jot, apo ti thjesht natyralisht me meritën tënde dhe ti je në fakt shumë e aftë dhe e ke treguar këtë, po si t'janë dhënë ty këto mundësi? Ka qenë, nuk është e fshet, kanë qenë fal Miss Shqipërisë. Çdo vajzë sigurisht, por pas Miss Shqipërisë. Pastaj është edhe se sa do ti, domethënë nëse ti shkon organizatës apo sepse duke qenë Miss Shqipëria, do jesh në ambiente dhe do jesh në evente, në mbrëmje kur je ftuar me njerëz që janë pjesë e kësaj bote. Kanë eventet e tyre apo janë pjesë të backstage-it të eventeve të ndryshme dhe ty të bën që të kesh njohje. Pastaj është në dorën tënde. Unë kam punuar më shumë me Aldën edhe me Petrin. Domethënë që në momentin që unë prezantova në të klipit e bëra shumë të qartë që unë doja dhe e kisha qejf që ta bëja këtë gjë dhe Petri dhe Alda më dhanë mundësinë që të prezantoja dhe Miss Globin dhe më pas tek Misërtit dhe të eventet të Misërtit isha më ndryshe si isha fituesja e tyre, po nga aty ka qenë dhe shumë vajza që kanë fituar Miss Shqipërinë, kështu e kanë nisur. Prandaj them që ti mund ta fitosh një titull, por nëse ti nuk ke dëshirën edhe atë ambicje që të bësh diçka me atë titullin, nuk mund ta bëj një njeri tjetër për ty. Sa do të mundohet se në një moment apo në një moment tjetër do të duket që ti nuk e bën me aq dëshirë ose nuk je aq ambicioze për punën që po bën. Sa ambicioze je ti? Unë jam shumë ambicioze. Sidomos kur e kam qejf diçka dhe e bëj me dëshirë, jam shumë ambicioze. Mundohem që t'jap më të mirën time në çdo moment që jo t'i vërtetoj njerëzve, po t'ja vërtetoj vetes time që jam aftë për këtë gjë, kështu që duhet kërkoj më shumë. E ke menduar herë aktrimin? Po, e kam menduar, absolutisht që e kam menduar. Në shkollë bënim dhe një lëndë që kishte të bënte me aktrimin, se në skenë edhe aktron. E kam menduar, në Shqipëri ka qenë gjithmonë në mëdyshje në lidhje me botën e aktrimit. Këtu, kur isha në Turqi, kisha disa mundësi. Pikërisht pra, duket se vajzat që shkojnë dhe bëjnë modeling në Turqi, kisha disa mundësi. Kisha disa mundësi në Turqi, duke qenë se flisja dhe gjuhën, por isha e vogël dhe ishte shumë burokraci në mes për që unë të bëja diçka atje. Është diçka që unë e kam qef, nuk e kam provuar, do doja ta provoja. Jam gjithmonë e hapur që të provoj gjëra të reja. Kush na shikon në këtë moment? Patjetër. Po nuk në momentin e parë që unë do kem mundësinë ta provoj, do ta provoj. Sigurisht që do ta provoj. Sa asnjëherë nuk dhe misin, prandaj po them, unë e provova se kisha qef ta provoja, nuk e mendoja kurrë që do rezultonte që unë të prezantoja. Prandaj them që këto gjërat e reja që unë provoj
gjithmonë më sjellin diçka të bukur dhe diçka që mua më vlen. Prandaj do ta provoja edhe aktrimin me shumë dëshirë. Dhe mua më pëlqen që ti hedh këto hapa me gjithë këtë CV që ti tregon të prezantimit, aq më tepër aftësinë tënde për të bërë më të mirën, edhe sigurisht edhe bukurinë tënde natyrale, titujt e tu ndërkombëtar, duket se ti duhet ishe shumë prezente në botën e medias shqiptare. E megjithatë, ky nuk është rasti. Pse mendon? Unë mendoj që mua më ndjekin ato njerëz që kanë qejf të bukurën, po kanë ndjekur rrugtimin tim nga fillimi deri tek Miss Earthi. Normalisht nuk është e thjeshtë që të qash në publikun shqiptar për vetëm në arsye që hapësirat këtu nuk të japin direkt atë mundësinë që ti të bësh pjesë e një televizioni apo të kesh hapësirën tënde. Kjo gjë është diçka që ka vite që kultivohet, që ka ardhur në këtë pikë, nuk është se ndodhi sot, dje nga sot. Unë jam e qetë me veten time, më pëlqen që ky është imazhi që unë kam. Dhe nëse ky imazh nuk vlerësohet, nuk është faji im. Unë kam pasur fatin dhe mundësinë që ta provoj veten jashtë. Dhe unë jashtë jam vlerësuar dhe më kanë rithirur që unë të prezantoja dhe të isha pjesë e hapësirës së tyre në televizion apo në rrjetet sociale, në media në përgjithësi. Kështu që unë e kam provuar veten diku. Dhe e di që kam mundësi që ta bëj. Nëse këtu në Shqipëri nuk kam pasur atë bujën ose atë gjën që duhet merja, duke qenë se isha dhe jam fituesja e vetme shqiptare një eventi ndërkombëtar kaq të madh, nuk është diçka që është në dorën time. Mua më pëlqen mënyra se si ti e artikulove dhe shpresoj shumë që ti qëndrosh këtij mendimi edhe në kohë, ti mund je dukur e pjekur që kur të pash, edhe sjellja jote në skenë, edhe qëndrimi yt në çdo rast tjetër, mua më kanë pëlqyer dhe i bëj thirrje çdo televizioni që ty të ketë parasysh, sepse mendoj që figura si ti i duhen si model edhe publikut shqiptar, edhe vajzave të moshës tënde, dhe mendoj që do ta gjesh rrugtimin tënd shumë shpejt edhe në këtë botë, qoftë në botën e aktrimit, qoftë në botën e medias. Por shikoj me trishtim në fakt që modelet që serviren nëpër median shqiptare së fundmi kanë degraduar shumë. Në kohën kur unë kam qenë në media, në televizionin Klan, nuk ka qenë kjo para 10 vitesh, do të thosha. Po këto 10 vitet e fundit serviren modele jo të mira. Ti sa e ndërgjegjshme je për këtë dhe sa e shikon si problematike? E shoh si problematike sepse ndonjëherë këto janë edhe modelet që gjykohen nga njerëzit dhe nga këto gjykime ka vajza të reja që janë shumë të afta, kanë ambicie, kanë mbështetje të duhur nga familja që të provojnë diçka të re dhe të jenë pjesë e kësaj bote, por tërhiqen pikërisht për shkak të këtyre mendimeve që unë nuk futem dot sepse nuk jam ajo që kjo botë kërkon. Nuk jam pro e këtij mendimi, pavarësisht çfarë bota kërkon, ka gjithmonë një vend për ty. Herët ta vonë do të ketë, ndoshta jo këtu, diku tjetër, rëndësishme është që ta provosh gjithsesi. Unë kam ekspozimin tim, unë kam ato arritjet që unë kam, jam shumë krenare me veten time, sepse nuk janë vetëm arritjet të mia. Janë arritjet e familjes time, të organizatës, të gjithë njerëzve që mua më kanë ndihmuar dhe më kanë suportuar që të jem këtu. Asnjëherë asgjë nuk mund thuar që e bëra e vetme, sepse në një moment apo në një tjetër dikush të zgjendur që të ka dhënë një dorë edhe ke arritur atë që doje të arrisje. Unë jam shumë e lumtur për këtë gjë. Normalisht që do vazhdoj të kërkoj nga vetja, do vazhdoj të kërkoj që të arrij gjërat që unë dua, po asnjëherë je shumë e re, je 20 vjeç. Po asnjëherë duke ndryshuar veten time për të bërë pjesë apo për t'ju përshtatur një standardi që kërkon shoqëria apo diçka tjetër. Shumë mirë, më vjen mirë për këtë. Ndërkohë ti je në shkollë, në shkollë të lartë, dhe studion
turizëm dhe Menaxhim turizmi dhe eventesh. që mua më duket deg shumë e bukur dhe shumë e mirë. Shumë interesante. Dhe shumë e kohës, do thoja. Përkon me Edhe për Shqipërinë, Po. sepse turizmi sigurisht ka nevojë gjithmonë e më shumë për menaxhim të mirë. Dhe mendoj që ti do ishe një input shumë i rëndësishëm edhe shumë efikas Faleminderit. në këtë gjë. Po nuk e di, domethënë se sa mendon që ta shfrytëzosh edhe këtë shkollë që ti po bën. Unë e zgjodha në momentin që unë do zgjidhja shkollën e lartë, kisha mundësinë që të isha pjesë e Akademisë së Arteve për shkak se kisha mbaruar shkollën e baletit dhe mund ta vazhdoja për pedagogji, për koreografi që janë deg shumë interesante, unë i kam shumë për zemër, nëse do më jepi mundësia më vonë që unë t'i rikthehesha, absolutisht që do isha pjesë e tyre. Por doja që të kisha dituri dhe të kisha njohuri edhe në një zonë edhe në një hapësirë tjetër, sepse sa më shumë të dish, aq më mirë. Dhe kisha mundësinë që të zgjidhja disa deg, po turizmi edhe eventet përkonin edhe më mua. Unë eventet isha pjesë tashmë, sa kisha filluar, isha te Miss Shqipëria, do shkoja te Miss Globi. Turizmi është diçka që gjithmonë më është dukur interesante dhe sidomos, siç edhe ju thatë këto vitet e fundit është një gjë që përflitet shumë. Edhe besoj ti ke bërë promovimin tënd të Shqipërisë në të gjitha eventet e tua që Po, ke edhe pjesë. unë isha pjesë e këtij promovimi dhe ishin interesante që mua më pëlqenin, që i kisha dëgjuar dhe pse jo të mësoja më shumë sepse e di që do të më jepnin një mundësi në të ardhmen, se janë të dyja pjesë e asaj që unë bëj edhe pjesë çfarë bota kërkon këto kohë. Dhe prandaj ishte kjo zgjedhja e shkollës së lartë. Drita, ku e gjen frymëzimin tënd? Çfarë modelesh ke ti? Mami dhe babi. Absolutisht që ka dhe figura publike që unë i ndjek dhe inspirohem edhe më pëlqejnë për gjëra nga më të ndryshmet, po gjithmonë ka qenë mami dhe babi, për shkak se të dyja ta na kanë rritur me shumë dashuri edhe unë e kam parë gjithmonë se sa shumë ato kanë punuar për ne, që përveç se mos na mungonte asgjë, të kishim të gjitha mundësi që ne të vazhdonim të bënim atë që donim. Dhe të dy në punët e tyre janë shumë të dhënë. Mami si mësuese është e mrekullueshme. Ne shohim gjitha këto festat që vinë gjatë vitit ose festa abetares, ne gjithë si familje jemi pjesë. E kemi nga një detyrë që festa abetares e klasës mami të jetë on top, të jetë më e mira. Edhe babi kur vjen fjala të sporti, tani e ka lënë arbitrimin, po sporti nuk mungon në shtëpinë tonë asnjë moment. As në katën e parë, as në katën e dytë. Është sport gjithandej dhe kur unë shoh këtë pasion që prindrit e mi kanë për punën, më shushqyer edhe mua automatikisht dhe prandaj unë jam gjithmonë shumë e lumtur dhe shumë ambicioze që të provoj gjëra apo të jap më të mirën te ajo që unë bëj aktualisht. Po për sa i përket figurave publike, ku frymëzohesh ti? Një ndër vajzat që mua më pëlqen shumë për atë, unë nuk e kam takuar, po flas për karakterin që tregon edhe se si shfaqet në rrjetet sociale, është Fjoralba Ponari, është realisht shumë, më duket shumë e ëmbël, shumë e mirë edhe më pëlqen shumë, është shumë e ëmbël, e kam shumë qejf në këtë aspekt sidomos. Çfarë janë pasionet e tua? Si e kalon ti kohën? Unë merrem me palestër, kërcimin e kam qejf, kështu që kur kam ndonjëherë që jam vetëm, edhe kërcej pak, se e kam akoma shumë dëshirë. Lexoj, kishte një periudhë që nuk po lexoja shumë se nuk më vinte, nuk e kisha atë dëshirën, po tani jam futur përsëri edhe Çfarë lexon? Lexoj nga zhanrat më të ndryshëm, nga romanca, tek klasikët, tek thrilleri, tani po lexoja 2 libra që janë mister dhe thriller edhe janë bërë, nuk e lëshoja dot nga dora, prisha dhe oraret e gjumit, të gjitha se më duhet ta përfundoja. Më pëlqen se më fusin në një botë tjetër, më duket sikur jetoj një jetë nga fillimi deri në fund, edhe ajo është një eksperiencë e mrekullueshme. Duket se njerëzit sikur nuk lexojnë më, sidomos brezyr. Nuk lexojnë sepse kam e marrë dhe nga vetja, sepse çdo informacion tani e gjen në telefon. Edhe librat mund t'i lexosh në telefon. Është
çdo gjë është e aksesueshme aty dhe ndonjëherë humbet në atë rrjetën e asaj. Edhe unë shumë herë e gjej veten që nuk e lëshoj dot nga dora se nuk e di çfarë të bëj. Thjesht dua që të shoh dhe marr informacion shumë, pa aq shumë informacion sa marr ndonjëherë është i dëmshëm se nuk dim se si ta procesojmë të gjithin. Dhe kur doja të lexoja një libër se do bëj film dhe doja ta lexoja para filmit, aty u riktheva sa mirë është që ta marrësh atë librin në dorë dhe ta shfletosh edhe atë ndjesinë që t'jep. E ndjen rrezikun e varësisë nga rrjetet sociale? Nuk është më rrezik, është diçka që i ndodh shumë njerëzve dhe nëse nuk sidomos fëmijëve nëse nuk kanë prindrit nuk janë ato që i menaxhojnë nëse i vën një kufizim, trëmben shumë kollaj. Edhe mua që unë jam në rrjetet sociale gjatë gjithë kohës, sepse duhet që t'jem angazhuar në rrjetet sociale. E kuron ti feedin tënd, wallin tënd në Instagram? Mundohem. Gjatë kohës që isha misërt, nuk është se mundohesha shumë për të vetmin fakt që kisha gjëra që duhet i hidhja, më pëlqenin apo s'më pëlqenin mua, po flas nga ana e vibe-it, e energjisë, a ishin gjëra që unë doja apo jo, ndoshta nuk më shkonte me foton që kisha hedhur më para, po ishte aktivitet që unë shkova dhe duhet t'hidhja. Por nuk jam aq e fiksuar që ta kuroj aq shumë, por e kam qef të merr me video, t'i rregulloj, t'i përshtas me muzikën apo me ato që kam veshur. E shijoj, e bëj me kënaqësi edhe mundohem që edhe këtë ta reflektoj tek faqja ime. Po faqja, rrjetet sociale, sa të vërteta janë, sa shumë e reflektojnë jetën tënde, për shembull, ose jetën e bashkëmoshatarëve të tua? Nuk janë të vërteta. Rrjetet sociale, sado të vërtet ne të mundohemi të tregojmë në rrjetet sociale, nuk janë asnjëherë 100% të vërteta. As 80-70% të vërteta nuk janë, se ti për ta bërë atë videon ose për ta bërë atë foton, je zgjuar, je bërë gati, ke marrë dikë që të ka bërë foton, do të thënë. Për shembull, unë kur udhtoj nuk postoj gjithçka kur udhtoj. Kam mbaruar udhtimin, jam kthyer, pastaj vazhdoj postoj se kam kohën. Ndërkohë në rrjetet sociale duket që kjo gocë nuk ka qenë një herë në shtëpi se vetëm rrit duke udhtuar. Nuk reflektohet e gjitha, është e pamundur të reflektohen gjithçka. Ka njerëz, ka personalitete të rrjeteve sociale që realisht japin 100% të jetës së tyre, aq sa është e mundur se nuk mund të tregosh gjithçka, dhe janë për t'u vlerësuar, por gjithmonë është një hije ose është një filter kurimi aty. Qoftë nga ana e editimit apo nga ajo që xhirohet edhe se si montohet dhe se si sillet te njerëzit. Në kohët e sotme, në brezin tënd, po themi, a shërben rrjetet sociale si një lloj pasaporte? E kontrollon ti rrjetin e dikujt përpara se sa ta njohësh, përpara se sa të kesh kontakt? Është normalizuar tashmë? Është normalizuar. Unë dalloj kur isha në Turqi, neve kishim një letër casting, dorëzonim atë, tani duhet patjetër që t'japim edhe Instagramin edhe faqen e Instagramit. Me çfarë më kanë thënë shoqja që unë kam akoma dhe punojnë atje akoma. Prandaj unë mundohem që dhe unë me mundësitë e mia të tregoj me vërtet, ose të paktën të tregoj një pjesë të vetes time në rrjetet sociale, sepse me të vërtet njerëzit fokusohen ose mbështeten edhe tek ajo që ti ke në rrjetet sociale përpara se të njohin ty. Nuk i vë faj, se siç thash është shumë e aksesueshme dhe kur do ta njohësh dikë përpara se ta takosh, për shembull, normalisht që do e kontrollosh se s'të las kurreshtja. Po. Përsa i përket jetës tënde romantike, a jeti e dashuruar, je në një lidhje? Po, jam në një marrëdhënie, jam shumë e lumtur. Prej sa kohësh? U bë disa kohë, rreth 2 vite. Nuk kam folur edhe nuk flas, sepse si të isha një personazh publik apo jo, unë jetën time private do e mbaj gjithmonë private, se mendoj që nuk ka nevojë një marrëdhënie për sy të tjerë. Është gjithmonë, pra ne e shohim edhe tek personazhet edhe çiftet publike që janë shumë të famshëm, qoftë në Shqipëri apo jashtë, gjithmonë ka jo vetëm konflikte, po ka shumë mendime të panevojshme në jetën e një çifti që thjesht po bën jetën e tyre në fund të ditës. Edhe prandaj unë gjithmonë e kam mbajtur private, jo të fshet, thjesht private, sepse është diçka e imja dhe është për mua.
Po, një vajzë me të gjitha këto atribute që ti ke, në fakt, çfarë kërkon tek një partner? Personalisht, unë kërkoja atë dashurinë dhe çiltërsinë që kam parë te prindrit e mi. Gjithmonë kanë qenë formati që unë doja në jetën time, të ndjeja atë dashurinë gjatë gjithë kohës, atë përkujdesjen e respektin, të ishte suport për mua, dhe këto janë gjërat që unë kërkoja, dhe nuk është se i kërkoja me lapse dhe me letër, ishte pa vetëdijshme, thjesht më pas kur i shija dhe kur i ndjeja, e kuptoja që kjo ishte realisht ajo që unë doja, dhe e kuptoja nga e kisha marrë dhe nga e kisha këtë nevojën për të pasur këtë lloj marrëdhënie apo këto tipare tek një person. Frida, ti duke shumë e përmbushur, do me thënë pjesa materialiste, po themi, që vajzat e reja sot dhe po japin, mendoj, modelin e gabuar, kërkojnë gjithmonë djem që t'jenë të pasur, që t'i ofrojnë një jetë luksoze. A ka qenë kjo ndonjëherë e vlefshme për ty, apo jo? Gjithmonë babi më ka dhënë gjithmonë çdo gjë që unë doja, dhe nëse më ka thënë jo, unë e dija, nuk pyesja më, sepse e dija që ka një arsye shumë të mirë që më ka thënë jo. Dhe kjo më ka bërë që unë mos t'isha kërkuese diku tjetër. Ndonjëherë nuk dua t'i gjykoj, sepse kur nuk e di se nga cilat rrethana ka ardhur dikush, për çfarë arsye sillet në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Unë mendoj që çdo vajzë, çfarëdo që të kërkojë tek partneri apo te jeta e saj, duhet të ndihet e përmbushur pa u varur te dikush tjetër. Kjo është e rëndësishme, se në fund të ditës ndihesh në rregull edhe me veten tënde. Pastaj preferencat janë nga më të ndryshmet, kanë arsye të ndryshme që kanë preferenca të ndryshme, dhe unë nuk i gjykoj për atë që thash që nuk e di se nga çfarë rrethanash edhe për çfarë arsye kanë këto kërkesa. Po në rrethin tënd, kush është në rrethin tënd shoqëror? Arrit ti me vajza të ngjashme me veten, që mendojnë kështu si ti? Po, unë të dy shoqe që i kam shumë të ngushta, po flas për shoqe, jo kushëria, se kushëria kam shumë edhe rrida me to, po dy shoqe që i kam që nga shkolla jemi rritur bashk, janë vajza të thjeshta, vajza që kanë dëshirë të jetojnë jetën në mënyrën më të mirë, normalisht, po janë të zonjat e vetes, kanë dëshirat edhe kanë synimet e tyre për karrierën apo për jetën që duan të bëjnë. Të dyja merren me dy profesione që duan të merren, kanë provuar gjëra të ndryshme, edhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e një grupi shoqëror që ka këto vlera. Shumë e mirë kjo. Dhe në fakt ti e shijon jetën e Tiranës, si vazhdon jeton në Fushkruj dhe vjen çdo ditë, por jetën e Tiranës e shijon, a del, a ka jetë nate më, mosha jote do thosha që deri diku eksperimenton dhe me këtë. Del, duket shumë e çuditshme, ndonjëherë edhe nuk besohet dhe gjykohet, po unë nuk dal, jo se nuk është se dua apo nuk më lejohet, apo nuk e di se çfarë mendimesh ka njerëzit, nuk dal sepse asnjëherë nuk e kam frekuentuar. Ndoshta për faktin që unë shkollën e kam bërë gjithmonë dhe ka qenë deri vonë, dhe kur mbaroja shkollën, për të dalë ishte gjëja e fundit që unë mendoja. Fakti që jetoja jashtë Tiranës, duhet shkoja, duhet vija, ndoshta më ka bërë pak që mos ta mendoja që të dal apo mos të dal sonte, po dhe kur kam qëndruar vetëm në Turqi, që kisha mundësi dhe mund të dilja dhe atje jeta natës është shumë e bukur, nuk kam dalë sepse nuk ishte diçka që unë e kisha shumë qejf. Kam qejf të dal, ta një darkë, ndonjëherë edhe mund të dal më vonë, po nuk është se është diçka që unë e kam shijuar edhe e kërkoj që ta bëj. Kjo ndoshta është edhe për vetë faktin që mbas gjithë këtyre eventeve që ne bëjmë, kemi dhe party, after party, dhe unë e kam përmbushem aty, ndoshta jam okay me aq. E ke marrë dozën e kësaj. E kam, po. Megjithatë rikonfirmon atë idenë time që ti je shumë e pjekur, që kur ta thash në fillim dhe që kur takova, dhe unë të përgëzoj për këtë, por si e shikon të ardhmen? Cilat janë objektivat e tua të 10 vjeçarit që vjen? Je vetëm 20 vjeçë. Ka më shumë objektiva sa
duhet t'ulem edhe ti vendos me radhë. Kam shumë dëshira, kam shumë gjëra që dua t'i arri. Shpresoj që pas 10 vitesh, pavarësisht gjërave që unë do të kem arritur apo që nuk kam mundur t'i arri, të jem e njëjta në këtë ambicien edhe në këtë dëshirën që kam për të bërë gjëra. Mendoj që kjo, pavarësisht moshës, do më ndihmoj mua që edhe kur të jem pas 10 vitesh, pas 15 vitesh, nëse kam diçka të re që dua ta provoj, të kem atë dëshirën edhe ambicien që ta marr si risk edhe ta provoj. Objektivat nuk me the, apo je në një formë të presucioze dhe nuk do që të dituash përpara. Nuk kam qef të flas për gjëra që nuk janë akoma konkrete. Mendoj që në momentin që janë shumë afër e realizimit, pse jo, po të ndaj diçka, po nëse nuk është konkrete, le të flasin veprat më mirë, po siç thash, unë gjithmonë kërkoj më të mirën, gjithmonë kam dashur të arrij shumë gjëra të mëdha. Po jam edhe njeri me këmbë në tokë, e di që duhet të mbaj balancet e mia, që të arrij gjërat avash. Unë këto që kam arritur deri tani e arrita shumë shpejt. Edhe ndoshta tani është momenti që ti mendoj pak më shumë se cili do jetë hapi i radhës për mua. Absolutisht, i procesos dhe kjo shumë e rëndësishme, edhe reflektimi, edhe koha që je pa bërë diçka, sepse duket sikur kur mësohesh me shumë arritje, me shumë aktivitet, pastaj bëhet edhe një lloj adiksioni, si drog, dhe ti e do vazhdimisht. Megjithatë, mendoj që hapësira për të reflektuar është e rëndësishme dhe unë ta uroj këtë. Unë mezi po pres që të shikoj se çfarë do të sjell edhe për ty e ardhmja. Faleminderit për modelin që jep dhe të uroj shumë suksese, me që janë edhe festat e nëntorit. Ti ke qenë një përfaqësuese e shkëlqyer e Shqipërisë. Shumë faleminderit. Faleminderit që për ftesën dhe për na ke fjalët. përfaqësuar kaq mirë. Faleminderit.